Kur po luaja dje me Ester, më pati thënë, mami më theve zemrën, zemra ime është e sëmur. Ta këtu mora idenë e kësaj video për sot. E dini që ekziston një test, një analizë gjaku që tregon punën e zemrës suaj. Po, është NT-proBNP-ja. Me anë të këtij testi shohim shumë për zemrën, dhe jo vetëm. Zakonisht e kërkojnë të test për të parë të pacientët që kanë dyshime për insuficiencë kardiake ose pamjaftueshmëri të punës së zemrës. Zemra nuk pompon hajgjak sa trupit i duhet. Pacientët ku kanë probleme me frymarrjen qoftë në hapat më të vogla që mund të kryejnë, enjtje të këmbëve, dhe për pacientët që kanë probleme me zemrën për të ndjekur në ecorinë e tyre. Zakonisht, kur kjo analizë dele lart, tregon problemet të zemrës, si insuficiencën kardiake, por jo vetëm, ajo rritet edhe kur kemi moshën, kur kemi probleme të veshkave, kur kemi infeksione shumë të rënda. Kjo analizë dele normale përjashton rrezikun e insuficiencës kardiake tek ne. Prandaj, kur bëhet një test gjaku, merren disa simptoma, ekzaminime të bashkë bëhen pasur për të kuptuar ose për të vënë një diagnozë. Por pika që dua të flas sot është diçka. Shëndeti kuptohet, nuk të frikson. Sa më shumë të dim, sa më shumë të informohemi, aq më të qetë jemi për të kryer testet e duhura, për të shkuar te mjeku, për të parë çdo ekzaminim të mundshëm, për çdo problem ose shqetësim që mund të kemi. Për video të tilla të thjeshta, informimi për shëndetin, për analizat, më ndiqni që të sillim video akoma më të reja. Uroj të jeni mirë.